Pas gjithë zhurmës, frikës dhe reagimeve të forta që shpërthyen në shtëpi, Ludo u përpoq të mbrojë. Ai u drejtua Albës dhe Labinotit me një qëndrim që shumë kënd e la edhe më të tronditur se vetë ngjarja. Sipas tij, ajo që ndodhi me Elionën nuk ishte e vërtetë, nuk ishte kërcënim, por thjesht një shaka e keq kuptuar. Tu bëre shaka, tha Ludo, duke u përpjekur ta minimizonte situatën. Ai pranoi se kishte bërë një veprim të gabuar, por e quajti atë si diçka që ia vuri në qafë vetes, një moment pa menduar që sipas tij nuk kishte asnjë qëllim të keq pas. Fjalët e tij ranë rënd në ambient, sepse përballë tyre ishte frika reale që Eliona kishte shprehur. Ludo shtoi se i kishte thënë Elionës, po do e shohim në prime, sikur e gjithë situata të ishte pjesë e një skene televizive dhe jo një moment që kishte shkaktuar panik dhe ndjesi rreziku. Kjo deklarat ngriti edhe më shumë dyshime, a ishte vërtet shaka, apo një përpjekje për ta kthyer një situatë serioze në spektakël? Alba dhe Labinoti e dëgjonin në heshtje, të habitur nga mënyra se si Ludo po e trajtonte ngjarjen. Për ta, problemi nuk ishte vetëm veprimi, por edhe fakti që ai po përpiqej ta relativizonte, duke mos marrë përgjegjësinë e plotë për ndikimin që kishte pasur tek Eliona. Sepse ka shaka që nuk janë më shaka në momentin kur tjetri ndjehet i frikësuar. Në shtëpi u krijua një ndarje e fortë. Disa u përpoqën të kuptonin versionin e Ludos, të tjerë e panë këtë si justifikim të papranueshëm. Pyetja që qëndronte pezull ishte e thjeshtë, por e rëndë. A mund të quhet shaka diçka që e bën një njeri të humbas frymën nga frika? Kjo situatë tregoi qartë se kufit në Big Brother Kosova nuk janë vetëm rregulla loje, por edhe kufi njerëzor. Dhe kur ato kalohen, asnjë shaka dhe asnjë do e shohim në prime nuk mjafton për t'i fshirë pasojat. Sepse përtej kamerave dhe spektaklit, aty brenda janë njerëz të vërtetë, me ndjenja reale dhe frikë që nuk luhet.